Doktoresh, më falë, lutna. Ka tash me siguri edhe ato më shune që përna djekin edhe thonë, njëbë se si kena bona kushtu analiza. Kjo është arsyeja pse ka qenë numër edhe më i lartë i aborteve, i foshnjeve me anomalit të ndryshme, i foshnjeve që s'kanë bjetuar, sepse gjithmonë dëgjojmë histori që më ka lind foshnja vdekur, ose më ka vdek foshnja pas disa muajve. Me një fjalë, me botë troq pyetjen, testet moderne, inovative që i shpjegojnë detajisht doktoresha Lulin, a mund të shpëtojnë jetën e një foshnje? Që po, mund të me shpëtu. Se thash, që për që të rëbëhuar në sukuqushe cekëm, nëse shoh që pa përparë nuk ka imunitet, të më thonë para shtazanisa, atëherë preferoj me marë vaksinën. Shumë e thjesht. Po, doktoresh. Plotësisht pajtohem me atë Saranda, por të ndërlidhi me pjesën. PCR e ka zbuluar një mjek laboratori, shkencëtari biokjemis klinike, në Francë, Sanger në vitin 1975. Pra, testet e reja ose metodat e reja, metodat inovatore përveç që shpëtojnë jetë, bëjnë dhe preventiv. Bëjmë preventiv edhe identifikojnë në kohë edhe pa tjetër që nuk do ketë pasoja, sepse mjeku do trajtoj, do bazohet në rezultat laboratorik, ne flasim me fakte, kusha laboratorit flet me fakte. Mbi gjitha unë interpretoj dhe në fund them preferohet të bëhet kjo, duke u bazuar në protokole gjermane, edhe në fund të vendos ose të konsultohet mjeku klinicist, që ai pastaj e di më mirë për shkak se ka pjesën klinike dhe pjesën që ndjet. Por në mënyrë absolute, përveç u shpëtojnë jetë, do me thënë, është më e mirë të parandalosh, më shumë bëjnë parandalim, trajtim dhe e fundit pastaj që edhe shpëtojnë jetë. Unë nuk mundem pa, nuk duru, unë njehme se nuk mundem më duru. Si e thoa për shembull përpara kanë vdekë disa fëmijë për shembull diçka. Për shembull, çka ka qenë? Ka qenë ndoshta vetëm tash për diçka tjetër pa të dëshirë me përmend. Troshja e gjakut. Domethënë tash se kanë rëndësi pozitive. Për shembull, ose ka vetëm një fëmijë, ose për shembull domethënë sukuqushe përmend në fillim, domethënë 7 fëmijë kanë vdekë vetëm një i ka shpëtuar sepse nëna ka pas grupin e gjakut rezultat negativ dhe vetëm një fëmijë që ka shpëtuar ka qenë. Domethënë nuk është edhe bashkë dhe thjeshti që analizat nuk kanë vlerë. Sepse kena bisedu edhe ma herët, një tablet me aspirin, gruaja ka pas 4 aborte, 5 aborte. Për një aspirin, sa kushton një aspirin 2 euro, për shembull, unë po banalizoj me një kam. Po shumë e drejtë që ka pësot. Amo në realitet, do më thonë, pse po duhet është? I ke pas 2 aborte. Po ne nuk la me pritë edhe abortin e tretë tani masanjen e me hodëm tu se për çfarë arsye ti ke abortu. Normal që tani unë e lypi komplet edhe gjandrën tiroidin edhe torçin edhe trombofilinë më rëse. Se nuk është të bashkë dhe thjesht me një familje haj se s'ka lidhje që aty pe abortoj pesë aty se s'ka lidhje se sa do kudo. Mo nuk jemi është edhe mshme, është edhe përveç asajna që është gjendja emocionale e gruas edhe çiftit kuptohet, domethënë se është edhe mënyrë fizike, domethënë kuptohet që është edhe mshme. Te trombofilia doktorisha mundet që tash më na tregu se cil faktor për shkak domethënë çka duhet me bë. Pse për disa gjëra shumë thjeshta ose për thjeshta që janë injoru